Ministria e Arsimit dhe Qendra e Shërbimeve Arsimore ka miratuar periudhën e aplikimeve me formularët A1 dhe A1Z për maturën shtetërore dhe maturën shtetërore profesionale 2026, ku nxënësit duhet të përcaktojnë edhe lëndët me zgjedhje duke nisur nga data 2 shkurt, ndërsa për maturantët e viteve të kaluara, të cilët duan të bëhen pjesë e maturës shtetërore 2026, shërbimi për formularët A1Z do të aktivizohet në data 10 dhe 11 shkurt. Konkretisht për maturantët e Qarkut të Korçës, aplikimi në formularin A1 do të mund të kryhet në datat 5, 6 dhe 9 shkurt, ndërsa në datat 2, 3 dhe 4 shkurt, aplikimet janë të hapura për maturantët e Tiranës, Durrësit dhe Fierit, ndërkohë sa i takon maturantëve të viteve të kaluara, aplikimi për formularin A1Z do të kryhet vetëm në datat 10 dhe 11 shkurt për të gjithë vendin. Ndërkohë më herët, Ministria e Arsimit ka publikuar edhe rregulloren e re të maturës shtetërore, e cila parashikon disa ndryshime nga ajo një viti më parë, kështu të gjithë nxënësit që nuk e kanë kaluar vitin shkollor nuk do të mund të nënshtrohen provimeve të maturës, ndërsa administratorët nuk do të kenë vetëm detyra, por edhe përgjegjësi për mbarvajtjen e procesit. Masat ashpra parashikohen për të gjithë maturantët që do të konstatohet se kanë celular gjatë provimit. Provimet e maturës do të përmbajnë 30 deri në 35 pyetje, duke përfshirë pyetje me alternativa dhe shtjellim. Për të marrë notën 10 absolute, maturanti duhet të grumbullojë 60 pikë të mundshme.